A e na tu këshirë na me pasi si që ka nëjdo zotja jo. Na këshirë me në një tjetit me në duk. Apo duk na mirë, apo dukët keri mirë, a jam vesh mirë, a e shpijen e mirë. O insan, kur kimi dhonë zot, pak zoti me të dasht. Allah i me të dasht. Po, keti bane me të dasht, keti në të dasht. Ta kam begenis edhe kerin, edhe shpijen, edhe parët, mashallah, keti kipër mashallah. A ki menu pak zoti a të dasht ajo. Andaj let vrapojmë pak të ndëruar gjemar, let u i dismi pak për zotin. Ti ka zojnë pak zotit, o zot, ana do t'i neve. Mosu ha njerëzit atë dojnë. Njerëzit sot dojnë, nesër s'dojnë, sot shaj, nesër. Kështu kanë thënë dietarët e muslimanëve. Ka thënë Imam Shafiu rahimahullahu taala. Ka thënë mi knas njerëzit na e pamundshme. Me knas Allah na e vajib. Shikoj sa qartë. Njerëzit mi knas e pamundshme. Vallahi e vlad e kije. E rrit me tana mundësi çka i kik maksimumin e jep. Në fund thotë s'na ke dhënë pas krejtë, s'na ke bën krejtë. Çështo insani, çështo insani. Kjo nuk arrihet. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? O ju gra, jepni sadaka se ju kumpan xhenem. Jana bitë tha ja Rasulullah, çka ka puna? Po tha juve munohet me burrit tan jetën ju në fund për një sene ja gjuni ket. Çështo njeri ta gjun krejtat, kur s'ka pa hajër pitije. Ti keti jetën e ke dhënë çati. Çto janë njerëzit? Lej njerëzit. Këshire Zotin tanë të bareke ve teala.